Një prej segmenteve rrugore më të rëndësishme në bashkinë e Selenicës, i cili lidh disa fshatra duke filluar nga Vllahina, Gërneci, Mallkeqi, Amonica për të dalë më pas në parkun arkeologjik të Amantjes në Ploç të Sevasterit vijon të mbetet në gjendje të degraduar. Banorët e fshatrave që jetojnë ende në të thonë se kjo rrugë është kthyer në tmerr ndër vite për ta. Sipas banorëve, në sistemin e demokracisë aty ku investimet kanë munguar duke e lënë këtë gjendje të degraduar. Sipas banorëve, vetmja mundësi për të kaluar në të është ose të veshësh çizme ose të përdorësh kafshët. Banorët pohojnë se automjetet nuk kalojnë dot në këtë segment për shkak të amortizimit ndër vite. Në disa pjesë segmenti rrugor sipas banorëve ka rrëshqitur duke u bërë i pakalueshëm. E quajnë rurale, po kjo është rrugë nacionale. Kjo del në Tepelen. Po? Kjo rrugë këtu del në Tepelen. Kjo re miku im, edhe si ta themun se kam djem një moshmet. Kjo as traktori me zinxhir nuk shkon dot këtu, jo mjeti. Ja futu ti me atë mjet që ke, edhe dil qapu në Amonicë të shoh çfarë është. Gjithkohon që sistemi shkuar para 35 vitesh i hodhi një rër bituminoze në një krah. Edhe më s'është vendosur. Absolut. More nuk shkon dot traktori me zinxhir. Po shumë patjetër. Nashti vjen momenti të bjerë një fatkeqësi. Që ne jemi njerëz, jemi të gjallë, jemi robër, të bjerë një fatkeqësi, të sëmuret dikush. Po? Spitale këtu ku jam unë mbrapa s'ka as spitale, as infirmeri, as... 25 vjetë që kur është prishur sistemi, edhe kanë hedhur në rrugë tek këtu kështu që është. Mirëmbajtje të rregullt nuk ka. Si kjo po shumë bëhet, me themel nuk bëhet rrugë. Këta i bëjnë rrugët për të prishur nesër që të marrë prap tender. Ne kaloj me qisme. Me qisme që adhe, e valtë. Jo me qisme, tërditëm. Vetëm qismet, s'de do pas për e qismet, ka valtë. Ma kje kaloj këtu, po të mëtojët, në rrugët gjatë. Kjo që kur është bërë Shqipëria, Po? Qa do më tej? Katastrofë. Të naroj Edi Rama një orë më para. Asë njerë. Po, nuk në përshë dhe dejmë gomar, po s'ka asë gomar, dhe dejmë timin gomar. Po qisë me unë marë 12 palë në vit. Qëka i përë do, marojnë? Qa i ha telit, qa i ha qakullit, qa qpojnë, qa ujtë. Jo, vetë me gomar. Ti nuk i një farë gomar, dhe kushti dina do eqë. Bet fjalë për rreth 15 kilometra rrugë të amortizuar prej vitesh. Kjo rrugë është hapur për gjatë sistemit komunist me forca punëtore nga banorët e fshatrave dhe prej atëherë ka mbetur në të tillë gjendje. Rruga është lidhse edhe mes dy njësive të bashkisë Selenisë, asaj të Vllahinës dhe Sevasterit, i vetmi mjet komunikues mes këtyre dy njësive ndër vite.